Jo të gjithë duhet të hynë në shtëpinë tënde, sepse jo çdo njeri që afrohet ka vend në jetën tënde. Jo të gjithë meritojnë të njohin botën tënde, qetësinë tënde, apo plagët që ti ke shëruar në heshtje. Ka njerëz që duhet të qëndrojnë jashtë, jo për urrejtje, por nga respekti që duhet të kesh për veten. Sepse e vërteta është kjo. Disa njerëz nuk duhet as të dinë se ku jeton, jo fizikisht, por shpirtërisht. Nuk duhet të kenë akses në mendimet e tua, tek ndjenjat e tua, tek ajo që ti je në thelb. Sepse jo çdo afrim është i sinqert dhe jo çdo buzëqeshje vjen pa qëllim. Prandaj mëso të vendosësh kufi, jo për të mbyllur në vetvete, por për të mbrojtur atë që je. Sepse në fund të fundit, paqja jote vlen më shumë se çdo prani e gabuar.